u takova me një prej bashkëluhtarëve të mi, prej shokëve të mi që kemi qenë luftë bashkë, një ish ushtar Akellaj, i Bllacës, ka pasur në Drenicë. Edhe më kujtu një rast me të, derisa ishin mal, një civil, një djalë i ri që kishmet në tenda atje të improvizume në mal me familjen e vet, ai çdo ditë na sjellte ushqimin në pozicion ku ishim ne. Mirë po një ditë nuk mujta me hangër. E ndërpreva. Ushqimin, po. Ushqimin se mora. Megjithëse ushqeshim vetëm një herë në ditje, po atë ditë nuk e mora atë ushqim. Pse? Sepse njëra një dhimbje shpirtërore, thash, si ka mundësi ky njeri e ka da ushqimin e fëmijëve të vet, edhe e ka sjell këtu për ne. Edhe im largu. Një prej shokëve aty më pyeti, çka boj sen, pse s'po han? Thash, jo, nuk po moj, po nuk ish se nuk mu hajke mu buka se s'kisha hangër 24 orë. Po ish ajo ndjesia qysh ka mundësi që dikush e don kafshatën e bukës, me të mbështet ty, me të përkrah ty, me të mbajt ty, në ato kushte, në ato rrethana. Dhe shpesh herë këto situata tash mas lufte për neve janë shqetësuese. Tepër të padrejta. Shumë. Jo mirënjohësi, jo. I njëjti person që neve na ka ndihmu shumë, faktikisht mas lufte, edhe babën e ka pas përmi 70 vjetë në luftë, pjesë e luftës ka qenë baba i tij. Po. Luftar, i ardhur prej Slovenije, pensioner, i kyçur në luftë. Mas lufte ai vdiq, po ky kurrë nuk ka gjetë një vend pune. Imagjino, për 26 vite të lirisë, është i papunë. Kur nuk ka gjetë një vend pune, është i papunë. Ai që e ka mbështet luftën. Po tash kur të bësh këtë krahasim, sakrificën e këtij djali, po edhe shumë tjerë kanë pasur si ky. Sakt. Dhe sjelljet e këtyre dëshmitarëve, s'mundesh me mendua qetë edhe racional. Lëkundesh nga vendi. Sigurisht që lëkundesh. Trazosh. Shpirtërisht. Ky e ka nda ushqimin e vet, edhe të fëmijëve të vet për neve, ky del e akuzon dikën pse ja kanë prej një veç. Çka me thonë kësaj pune? Ose ja ka dhënë një shuplag dikujt, ose ja ka menuar një të keqe. As se ka kry, po ja pas ka menu. Dhe këto janë momente të rana, tash secili prej nesh duhet me kuptue, edhe familjet e këtyne që janë në Hagë atje, duhet me pas mirë kuptim edhe për ta, me i kursy spaku prej disa fjalëve të rana që shpesher din me ja u thonë, ajo pikrisht ajo pjesa tjetër, ajo pala tjetër që ndoshta të kalumen kanë pas një relacion shumë të afërt me pushtetin okupues. Dhe tash, kjo liri që e kemi sjell, edhe kemi qitë në tavolinë për gjithë, keq përdoret nga ata. Kurse ky që i ka kontribue, edhe e ka mbështet edhe u që ky sot nuk i gëzon privilegjet që i gëzojnë qëta